Parakushte për t'i predikuar vullnetit kokfort. Prandaj, nëse sfidat të paktën ashtu siç i kam paraqitur unë ose armiqtë e predikimit bindës, janë pështjellimi, frika dhe vetkënaqja, atëherë parakushtet e domosdoshme për t'i predikuar vullnetit kokfort janë e para, qartësi në vend të pështjellimit, qartësi në lidhje me natyrën e vet ungjillit. Nëse nuk jemi të qartë në lidhje me këtë, nëse jemi të pështjelluar në mendjet tona, atëherë nuk do të jemi kurrë të qartë në predikim. Në të vërtetë, këtu jemi pikërisht aty ku filluam, aty ku po na çonte Gjoni, apo jo? Sepse këtu, te 2 Korintasve 5:21, pas vargut 20, shkojmë drejt në thelb të çështjes, duke e bërë të qartë që nuk është thjesht mundësia e shpëtimit, nuk është thjesht sigurimi për shpëtimin që na ofrohet në Ungjil, por është shpëtimi i plot dhe falas. Dhe se kjo është ajo që Pali po qartëson në vargun 19. Ja pse ai thot këtë: Perëndia pa u llogaritur atyre fajet e tyre. Por të gjitha janë nga Perëndia, që na pajtoi me veten e tij përmes Jezu Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit, sepse Perëndia ishte në Krishtin duke pajtuar botën me veten e tij pa u llogaritur atyre fajet e tyre. Pse? A nuk e meritonin ata që t'u llogariteshin mëkatet e tyre kundër? Po, a nuk e meritonim edhe ne? A nuk e kemi shkelur ligjin e Perëndisë? Po. A nuk i kemi përçmuar ofertat e tij të mëshirës dhe të dashurisë? Po, ato dhe shumë të tjera. Por ja cila është gjëja e mahnitshme? Shumë të dashur, kjo është tepër e rëndësishme. Për shkak se disa nga ne duan të kalojnë shumë shpejt te ky nocion, që është një nocion biblik, pra që Perëndia nuk i llogarit mëkatet tona kundër nesh. Zor se kanë kaluar 2 minuta nga fillimi i shërbesës dhe dëshirojmë që të gjithë ta dinë se Perëndia nuk i llogarit mëkatet tona kundër nesh. Prandaj, njerëzit që e kanë bërë jetën e tyre një rrëmuj të papar gjatë 7 apo 8 ditëve të fundit, psherëtin thellë dhe thonë: E po, sa mirë që erdha këtu, kjo qenka e papar. Mirë po, ne duhet t'u tregojmë atyre pse dhe si ka mundësi që Perëndia e ka bërë këtë gjë. Perëndia nuk po u llogariste mëkatet atyre, sepse po i llogariste ato kundër atij. Pra, ai nuk po e anashkalonte mëkatin. Nuk po thoshte se kjo nuk kishte rëndësi, që në fakt nuk sillte asnjë ndryshim. Por jo, siç tham edhe herën e kaluar, ai po i kalonte të gjitha mëkatet tona në llogarinë e Krishtit. Kjo është gjëja e mrekullueshme. Kjo të ngjall mahnitje. Kjo është madhështore. Ka të ngjarë që në librari të kemi disa libra nga Goldsworthy, të cilët ju a rekomandoj fort. E di që disa prej jush do t'i njohin. Ja një citat nga Goldsworthy. Ai thot: Vetëm mesazhi që një qenie tjetër njerëzore, e vërtet dhe e bindur, ka ardhur në vendin ton, që ai ka jetuar për ne ato lloj jete që duhet ta kishim jetuar ne, por që nuk mundemi, që ai e ka paguar plotësisht dënimin që meritojmë për jetën që jetojmë, por që nuk duhet ta jetojmë. Vetëm ky mesazh mund të na jap siguri që kemi paqe me Perëndin përmes Zotit Jezu Krisht. Prandaj, ungjilli nuk është këshill e mirë. Ungjilli është lajm i mirë. Ju e shihni pra, që kjo qartësi është ajo që i jep guxim Palit, i jep ndjesinë e një shtyse të fortë absolute. Prandaj mendoj se kjo është arsyeja pse te 1 Korintasve 9 ai thot që me çdo mënyrë të shpëtoj disa. Ju mund ta përfytyroni gruan e tij që i thot: Çfarë shpreson të bësh sot, Pal? Ai i thot: Sot dëshiroj të fitoj sa më shumë njerëz që të jetë e mundur në besimin e Jezu Krishtit. Me të vërtetë, mendova se thjesht do të përgjigjeshe disa telefonatave dhe do të punoje sërish me një prej predikimeve të tua. Jo, dëshiroj të fitoj sa më shumë njerëz që të jetë e mundur. E po, nuk do të thuash që do t'i fitosh ti ata, apo jo, Pal? Jo, sigurisht që nuk po them këtë. Ta thash edhe dje kur po hanim mëngjes. Jo, e di se ç'bën Perëndia, por e di edhe se ç'duhet të bëj unë. Duhet të dal dhe të shkoj atje ku janë njerëzit. Duhet të predikoj, duhet të arsyetoj, duhet t'i bind, duhet t'i nxit, duhet t'i kushtohem me zell këtij misioni që t'i shoh njerëzit jo besimtar të bëhen ndjekës të përkushtuar të Jezu Krishtit. Kjo është arsyeja pse ai më shpëtoi. Ai më bëri shërbenjës të jo hebrejve. Ai më bëri. Kjo është arsyeja pse ekzistoj. Këtë dëshiroj të bëj. A nuk shohim diçka të ngjashme kur Pali në fund i thot Timoteut: Timote, të gjitha këto gjëra po ndodhin, por ti ruaje mendjen të kthjellët, duroji vështirësitë, bëje punën e ungjilltarit, përmbushi të gjitha përgjegjësitë e shërbesës sate.
Mendoj se edhe ju sfiduat sikurse unë, kur miku ynë, Dr. John Lennox, na hodhi vështrimin dje dhe tha: "Kur ishte hera e fundit që i dhat dikujt një kopje të Biblës?" Një prej kolegëve të mi mund t'i përgjigjet me njëherë kësaj pyetjeje. Personit që do të ishte ulur pranë tij, ai do t'i thoshte: "Ndoshta para 15 minutash", sepse ai gjithë kohën shpërndan Bibla. Mua vetë nuk më kujtohet. Mendoj se mund ta zbuloja, por kjo do të ishte sfiduese. Ne po e nxitim bashkësinë tonë që të bëjë gjëra të cilat ne vetë nuk i bëjmë. Pali thot: "Në Krishtin, Perëndia e ka trajtuar armiqësimin tonë. Ai e ka trajtuar armiqësimin tonë." Duhet u shpjegojmë njerëzve tanë se armiqësimi ynë me Perëndin ka dy anë, apo jo? Ne jemi armiqësuar me Perëndin për shkak të rebelimit tonë kundër tij dhe për shkak të zemërimit të tij kundër mëkatarit. Prandaj, nëse nuk vjen dikush, nëse nuk ka një ndërmjetës, në fakt, ndoshta disa prej nesh po gabojnë në këtë pikë. E them më së pari për veten time, sepse ne mendojmë se për shkak se u flasim njerëzve për dobitë e Ungjillit ose i paralajmërojmë për rreziqet e refuzimit të Ungjillit, u kemi treguar atyre Ungjillin, kur në të vërtetë nuk e kemi bërë. Ata largohen duke menduar: "Ai është shumë i ngazëlluar për këtë gjë, por unë nuk e kam fare idenë se për çfarë po flet." Nuk ka asgjë që mund ta shkurajojë shpirtin e njeriut më tepër se sa nxitjet pas substancë. Pra, një shërbes që përqendrohet te nxitjet, por pa mësimdhënie, duke mos e siguruar bazën mbi të cilën mbështetet nxitja. Pali nuk gabon në këtë gjë. Siç e thamë edhe herën e kaluar, pa qenë nevoja që ta përsërisim, pasi edhe koha po na mbaron. Në këtë pasazh, ai thot se gjithçka që na mungon na jepet në Jezusin, se çdo gjë e mëkatshme në ne i është llogaritur Krishtit dhe se i gjithë gjykimi që meritojmë është mbajtur nga Krishti. Herën e kaluar, ndërsa po dëgjoja studimin, po përpiqesha të kujtoja 4 folje të cilat mendoj se i kam marrë nga John Stott. Nuk jam i sigurt nëse këto janë të sakta, por nuk po i gjeja dot. Nuk kisha kohë që t'i kërkoja, por mendoj se janë këto. Duke folur për drejtësinë e Perëndisë në kontekstin e studimit ton herën e kaluar, Stott thot se, më së pari, kjo është një drejtësi të cilën Perëndia e kërkon prej nesh, nëse duam të qëndrojmë përpara tij. Së dyti, kjo është një drejtësi të cilën Perëndia e arrin për ne në flijimin shlyes të birit të tij. Së treti, kjo është një drejtësi e cila na është shpallur në ofrimin e Ungjillit. Dhe së katërti, kjo është një drejtësi e cila është vendosur mbi ata që ja besojnë veten e tyre Krishtit. Kjo lloj qartësie është thelbësore. Richard Hookeri, në kohën e tij, tha: "Nuk na intereson asnjë njohuri tjetër në botë përveç kësaj, që njeriu ka mëkatuar, që Perëndia ka vuajtur, që Perëndia e ka bërë veten e tij mëkatin e njeriut, që njeriu të mund të bëhet drejtësia e Perëndisë." Së pari na nevojitet qartësi. Së dyti na nevojitet autoritet ose guxim. Mendoj se ishte Martin Lloyd Jonesi që tha se përgatitja është fuqi. Ajo që ai donte të thoshte me këtë është kjo: bën mirë ta dish se për çfarë je duke folur. Qartësia në lidhje me Ungjillin na e bën shumë herë më të lehtë për të qenë të guximshëm, sepse kemi qenë të qartë. Do ta vini re që Pali këtu është tërësisht i bindur se është një ambasador i Krishtit, sikurse edhe të gjithë të tjerët që janë pajtuar. Ai thot: "Jemi pra ambasador të Krishtit." Pse? Sepse Perëndia vuri ndër ne si shërbes fjalën e paqëtimit. Ne jemi bërë lajmëtarët e lajmit të mirë. Këtë e ka bërë Perëndia. E dini çfarë? Unë mund të marr një flamur të vogël skocez, të vesh një fund tradicional për burra, të shkoj në Washington DC dhe të dalë si vullnetar për të folur në kongres për llogaritë të kombit të Skocisë. Dhe të gjithë do të më thonë: "Largohu nga këtu, ti burri vogël. Qenë ke një person i çuditshëm. Nuk ke asnjë të drejtë për të qenë këtu." Por, nëse më dërgon qeveria e shkëlqësisë së saj mbretëreshës, atëherë, pavarësisht nga veshja ime, unë mund të vi si ambasador duke përfaqësuar një autoritet që nuk është imi. Prej nga vjen një ndjesi e tillë autoriteti? Ai thot: "E po, ne kemi frikë nga Perëndia." Duke e ditur pra frikën e Zotit, ne bindim njerëzit. Si lidhet frika e Zotit me këtë gjë? Lidhet me gjykimin e Perëndisë. Mos vallë Pali kishte frikë që në atë ditë të madhe të gjykimit të fundit ai mund të lihej me njan? Jo, sepse ai ishte i shqetësuar që pasi tu kishte predikuar të tjerëve, të mos bëhej për tu hedhur poshtë. Sepse ai ishte i shqetësuar që atë ditë kur puna e tij të provohej, të dilte që ishte ar, argjend dhe gur të çmuar,
dhe jo dru, san dhe kasht. Ndjesia e autoritetit është ajo që bie përmbys përpara gjykimit të Perëndisë dhe qëndron në këmbë mbi forcën e dashurisë së Krishtit. Gjykimi i Perëndisë dhe dashuria e Krishtit, vargu 14. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në përfundimin. Dhe mbi këtë bazë, ai e bën thirrjen e tij përmes nesh. Është e qartë që kjo shërbes e pajtimit nuk është përgjegjësi vetëm e bariut mësues. Është interesante që në komentarin e tij Calvini e lidh këtë pothuajse në mënyrë të drejtë për drejtë me shërbestarët dhe thotë se është detyra e shërbestarit për të qenë ambasador i Krishtit. Pastaj ai thotë, jo për ta lavdëruar shërbestarin, por për t'i ballafaquar dëgjuesit që kur ata ta dëgjojnë ungjillin, të mund ta dinë se Perëndia është duke u folur atyre. Që të mund ta dinë se Perëndia është duke u folur atyre. Ka shumë ndryshim mes një qasjeje bombastike, një qasjeje autoritare që është rezultati i personalitetit ton ose i stilit ton të veçantë të përcjelljes së mesazhit apo çfarëdo qoftë, dhe kësaj që po trajton pali këtu. Ky nuk është një autoritet të cilin e krijojmë vetë. Ky nuk është një autoritet i cili vjen nga arsimimi apo përmes ndonjë dhuntie apo hiri të veçantë. Ky është autoriteti përmes të cilit ndodh ai dialog hyjnor në një mënyrë të mistershme, të cilën asnjëri prej nesh nuk mund ta shpreh apo ta kuptojë, kur fjala e Perëndisë predikohet me të vërtetë, kur zëri i Perëndisë dëgjohet me të vërtetë, kur njerëzit të cilët nuk i kemi takuar kurrë më parë reagojnë ndaj zërit të Perëndisë. Ata reagojnë ndaj zërit të Perëndisë. Nëse jeni të sigurt për këtë gjë, nëse jeni të qartë për këtë gjë, atëherë kjo do t'ju aftësojë jo vetëm për të pasur guxim, por më së fundi për të treguar edhe një shpirt urgjence. Për të treguar një shpirt urgjence. Mendoj se në versionin KJV të Biblës thuhet, ju përgjërohemi. Këtu në versionin NIV thuhet, ju lutemi. Nuk jam i sigurt se si është në versionin ESV. Mirë po, kjo është folje e fortë. Ju lutemi, ju përgjërohemi. Nuk ka se si të ndodhë që njerëzit të vinë në fund të predikimit dhe të thonë. E po, ka qishte, predikimin mbaroi, le të shkojmë për një kafe. Le të shkojmë të shohim në librari. Tani mbaroi, le të vazhdojmë ditën. Ku do të shkojmë? Shkojmë për drek. Po, për drek. Shkojmë. Kjo ka të bëjë shumë me qasjen, me stilin dhe me natyrën se si caktojmë parametrat e adhurimit të përbashkët. Mirë po, një pjesë e madhe ka të bëjë me ne. Nuk është e mundur që të lëmë njerëzve njëkohësisht përshtypjen që ne jemi të zgjuar dhe që Perëndia është madhështor. Nuk mund të lëmë njerëzve përshtypjen që mezi presim të kthehemi në shtëpi për të parë minutat e fundit të turneut të golfit dhe të presim që bashkësia jonë të mos jetë gati për t'u larguar gjithashtu. Urgjenca e lidhur me predikimin ka të bëjë me seriozitetin e situatës, armiqësim, pajtim, jetë vdekje, shpëtim, dënim, qiell, ferr. Nuk ka shumë himne mbi temën e ferrit. Në fakt, ferri zorse përmendet në himnet e kishës. Ja pse ky varg nga një himn i vjetër në Angli bie në sy ka qartë. Dëgjojeni këtë varg ndërsa i përfituron mëkatarët e papenduar të përballen me realitetin e përjetësisë. Shkrimtari i himnit thotë: por mëkatarët e mbushur me faj dhe frikë do të shohin zemërimin e tij të ngadhënjej, sepse do të ngrihen dhe do të zbulojnë që lotët e tyre nuk mund t'i shpëtojnë. Dita e hirit ka ikur, ka fluturuar, duke u dridhur përpara fronit që ndrojnë, krejtësisht të papërgatitur që atë ta takojnë. Krejtësisht të papërgatitur që atë ta takojnë. Ungjilli nuk është thjesht i mirë. Ungjilli nuk është thjesht i pranueshëm. Ungjilli është jetik. Ungjilli është i pazëvendësueshëm. Prandaj, shpallësit më të efektshëm të ungjillit kanë qenë ata që kanë qenë të qartë, guximtar dhe ngulmues. Do të ishte e tmerrshme nëse nuk do të kaloja disa çaste për t'ju lexuar nga ky libër, pasi një shoku im i dashur shkoi dhe e mori. Ky është fundi. Është fundi. Shembujt, mentorët janë jetik për të gjithë ne, apo jo? Ndonjëherë kam bërë këtë si ushtrim me disa prej miqve të mi. U kam lexuar paragrafet e fundit nga predikimet ungjillëzuese të Martin Lloyd Jonesit. Pastaj i kam pyetur: kush mendoni se ishte ky dhe cila mendoni se ishte paradigma e tij teologjike? Shumicën e kohës ata e kapin krejt gabim. Kjo ndodh nga që ka rrezik që të pengohen në teologjinë e tyre. Dëgjoni se si e mbyll Lloyd Jonesi një predikim që ka dhënë mbi ungjillin nga Eksodi 3:3 deri në 5. Dhe këtë vetëm ai mund ta bëj, ku thuhet: atëherë Mojsiu tha: tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje madhështore. Pse ferrishtja nuk po digjet? Ja një ushtrim i mirë homiletik. Shkoni në shtëpi dhe shkruani një predikim të mirë ungjillëzues nga ai tekst.
Gjithsesi, ja se si e mbyll ai predikimin. Nëse vazhdon në qëndrimin tënd të ashtu quajtur objektiv të hetimit, të kërkimit dhe thjesht të treguarit interes për besimin, nuk do ta mësosh kurrë. Do të mbetesh skllav i mëkatit, do të jesh në errësirë dhe do të shkosh në humbje. Mirë po, nëse ndalon, nëse dëgjon, nëse i heq sandalet nga këmbët dhe e lë mënjan krenarinë e intelektit, si dhe gjithë ato gjëra të tjera, dhe e përul veten si një fëmijë i vogël dhe e dëgjon mesazhin në lidhje me Zotin Jezu Krisht, birin e Perëndis, i cili erdhi nga qielli në tokë, ai do të bëjë një njeri të ri. Ai do të çlirojë nga barra e mëkatit, nga Satani dhe nga ligësia dhe do të marrë për dore që në fund të paraqesë përpara Perëndis të pafajshëm dhe të përsosur për të çuar në lumturinë e përjetshme. Atëherë, nëse disa prej nesh mund ta dëgjojnë ende zërin e tij, miku im i dashur, ai gjithmonë thoshte, miku im i dashur. Miku im i dashur, a je takuar me Perëndin? A e njeh Perëndin? A je gati për të takuar me Perëndin? A e ke dëgjuar fjalën e Perëndis që të drejtohet ty? A e ke dëgjuar Perëndin të thotë, e njoh pikëllimin tënd dhe kam bërë këtë për ta trajtuar? Kam dërguar birin tim që të çliroj, të bëj të lirë. A je i lirë? A të ka çliruar Krishti? A e di se të janë falur mëkatet? A ke marrë një jetë të re? Thjesht të duhet ta dëgjosh dhe ta besosh këtë mesazh të thjeshtë. Ti thuash Perëndis se e pranon dhe se ja beson veten tënde dhe gjithë jetën tënde atij. Atëherë do ta njohësh atë dhe do ta përjetosh atë si një realitet të bekuar. Nëse ende nuk e ke bërë këtë gjë, hiqi sandalet nga këmbët e tua dhe dëgjo e beso. Amen. Kështu e mbylli predikimin. E po, nuk mund ta përfiturosh dot atë duke të thënë, je i lirë të largohesh. Të largohesh drejt shkatërimit? Të largohesh drejt humbjes? Krishti na caktoi që ta përfaqësojmë atë para mëkatarit të pashpëtuar, që t'i lutemi dhe t'i përgjërohemi që ai t'ia besojë veten e vet Krishtit për t'u shpëtuar. Vëllezër, në këtë predikim bindës nuk ka pse të ketë asnjë kufizim tjetër përveç kufizimeve të shkrimit. Nuk ka pse të ketë kufizime. Ja dhe citati i fundit nga profesor Murray. Profesori i ndjer Murray. Kur e lexova këtë, më ngjalli dëshirën për të kërcyer sipër tavolinës, por ajo ishte shumë rrëmuj dhe nuk mundesha. Edhe nëse ka një besim po aq të dobët sa edhe fija e merimangës, aty po vepron e gjithë plotësia e hirit shpengues. Jezus i thot, atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr kurrë jashtë. Le të lutemi. Si lutje përmbyllëse do të përdorim lutjen e dedikuar për të dielën e 4 pas Pashkës, në librin e lutjes së përbashkët, 1662. Perëndi i gjithëpushtetshëm, ti që je i vetmi që mund t'i sundosh vullnetet dhe ndjenjat e pashtruara të njerëzve mëkatar, jepi popullit tënd mundësi për të dashur atë që ti urdhëron dhe për të dëshiruar atë që ti premton, që kështu, në mes të shumë ndryshimeve të botës, zemrat tona të mund të lidhen fort pas vendit ku gjenden të gjitha gëzimet e vërteta. E ofrojmë këtë lutje përmes Jezu Krishtit, Zotit ton. Amen.